më kujtohet një gjyshe e jemja, që sot nuk jeton më. Ne atëherë u patu mësu, për shembull, para se të bombardoj NATO, e dinim Hashim Thaqin, që ishte një farë lideri i rëndësishëm atëherë si drejtor politik, po një 2 javë, 3 javë nuk u duk askund. Mediat nuk dhanë kur gjë dhe kur nuk e harroj gjyshja jeme që gjatë luftës i shku në Zvicër të djali i saj. Flasone me ta në telefon dhe ma bon thot, ai djali i ri se kum pa që sa në televizor, mos e ka gjetë diçka, mos ke ni, se nëse e gjanë që ato diçka na marum. Po fjallë nuk i harron. Kur se harroj këtë pjesë, edhe atë pjesën kur bombardoj NATO, atëherë e thira one në telefon edhe po ja boj, piton thash, me gjas që pështum, edhe po mduket thash që ai djali që pyet sheti, është mirë. Tha po e di, po mduket ai i shtini. Do me thonë ka qenë përshtypja e tillë, ka qenë gjithmonë ajo farë pjesa e lirisë, ka qenë disi e personifikuar me diçka për shumë njerëz. Edhe natyrisht që ty të vjen një farë rënqethje,